Mirëserdhët. Mirëserdhët në Reborn Albania live. E ku jemi? Në këtë bisedë të Goxhaku, siç e quajmë zakonisht, mirëmbrëma, mirëdita nëse jeni jashtë Europës. Kjo muzikë është vënë në nderim të frekuencës së tanishme në planetin Tokë. Mirëmbrëma është frekuenca shamanike. Brunilda ke qenë në mendjen time sot. Jo Nilda, ja ku erdhët Ela, Selie, Klena. E kam dëgjuar vazhdimisht këtë frekuencë të tingull Ina, Gjembeni, Blerina. Atëre, po e lë në background. Besoj dëgjohet mjaftueshëm. Dhe Vero, Yoga Univers, Ariana, mirëmbrëma, Ela. Dhe Sara, faleminderit për këtë dashurinë e vazhdueshme që na jep gjithmonë ke Argjirosa, e më e bukur, Daniela. Atëherë, kjo mbrëmje këtu me Shqipëri sot është një bisedë, në ato që quhen bisedat e Goxhaku, në nderim të energjisë awakening, sepse i tillë është edhe kodi 51. I gjithë ky kanal kemi folur shumë këtë periudhë për ta ulim pak zërin, nëse dëgjohet shumë. Dhe kemi folur këtë periudhë, ka qenë shumë e aktivizuar energjia e Rovena, Hera, Mirëserdhët, Kentiana, energjia e zemrës, energjia shamanike, energjia e shërimit, energjia e lidhjes me shpirtin, energjia e priftëreshave, quheni si të doni, emra. Emrat ne njerëzit i kemi ngritur në një nivel brillant. Në të njëjtën kohë këto emra janë ato që na kanë krijuar vuajtje. Edhe duhet një pjesë e bisedës son, çfarë kam unë realizuar këtë periudhë në lidhje me kufizimin. Edhe është për te fjallës kufizim, se fjalla kufizim, fat linda, fjalla kufizim është shumë e vogël për të përshkruar konfuzimin që ne kemi krijuar në këtë planet, ne njerëzit. Të synoj të jem shumë e vëmendshme në gjërat që dua të ndaj, sepse janë disa tema të cilat kanë ardhur shumë në këtë periudhë, reflektimi. Kemi gjithmonë periudha reflektimi, po kjo periudhë ka qenë për mua me shumë pyetje, pikpyetje, përgjigje, qartësi, vënie prapë në pyetje, çfarë është vërtet, e vërteta, shumë gjëra, shumë mendime, informacion, uri që vinë, janë akoma të reja. Nuk kemi akoma fjallor, ti përkthejmë në një formë që të kenë shumë lehtësi dhe kuptim për mendjen. Prandaj ju që jeni këtu, ju falenderoj nga zemra. Jeni njerëz që jeni pavarësisht sa ndoshta mendja jonë e kupton gjitha, mendja e plot, por ajo mendja ajo që është në mbi sot koshiencën, ajo ka dyshimet e veta, është mendja logjike, mirë Ela, po më vinë vajzat, edhe ju të ritritit, që me shumë kënaqësi do të takohemi në 24, dhe pra akoma nuk është krijuar artikulimi i duhur për formën e re që ne njerëzit do fillojmë të jetojmë. Dhe për këtë nuk ka më dyshim.
Ajo që kemi si detyrë të gjithë ne, është që me pyetjet dhe me qartësitë që po marrim, të fillojmë të vëmë me një dyshim të shëndetshëm çfarë kemi ditur deri tani. Dhe unë do sjell edhe disa shembuj nga jeta ime si gjithmonë, por edhe të njerëzve që suportoj. Shërimi ka qenë kryefjala dhe vëmendja e njerëzimit në, të themi, 2 dekadat e fundit. Janë bërë tani gati Mara, faleminderit. Janë bërë gati 2 dekada që njerëzimi ka hyrë në një, është kaluar në nivel industrie. Ka hyrë në një, po, Elvana. Dhe dua të dëgjoj dhe nga ju, pasi të bëjmë të bisedë. Mund të më shkruani këtu tani, mund të më shkruani kur të postohet kjo video. Kemi hyrë seriozisht, me shumë dedikim, me shumë dashuri, siç e them gjithmonë, zhvillimi ton si personal po dhe shpirtëror. Duam të shërohemi. Dhe pyetja ime, dhe ndoshta iniciuar nga kodi 51, këtë javë ka qenë nga çfarë duam të shërohemi? Dhe çfarë është në fakt rruga më e drejtë për të shëruar? Duket sikur kemi ardhur këtu në tokë, ne të gjithë tani që jemi të interesuar shumë për këtë ndryshim. Të gjithë njerëzit duan ndryshim. Disa e bëjnë në mënyrë më të vetëdijshme, të paktën ne që jemi këtu. Disa janë në një tjetër territor, në tjetër parcel, do ta quaja unë. Jemi gjithë këtu bashkë, por në parcela të ndryshme. Dhe në secilën parcel çdo njeri ka frekuencën e vet, nevojat e veta, mënyrën si zhvillohet, mënyrën se si do ta përjetoj jetën, lulet që mbjell, mënyrën e me radhë. Dhe personalisht, duke shkuar mbrapsht tek udhëtimi që është bërë tani gati, po i mbush 20 vitet, në këtë, duke u mbushur unë 6 jetë, po mbushin 20 vite nga 40 vjetori famshëm, ku ndjeva në një moment në jetë shumë konfidente dhe mbaj mend që i kam thënë vetes, nuk paska gjë më të bukur se mosha 40. Sepse mbarova shkollat, detyrimet, thash, më në fund. Do kem vetëm punën, isha në një vend jashtë vendlindjes, pas një vrapimi dhe maratone për të integruar në një vend të ri, dhe që tani kjo është një maraton shumë e njohur nga shumë njerëz, shumë shqiptarë janë në emigrim, ose edhe ata që nuk janë e kanë shumë të qartë nga njerëzit e tjerë, nga familja, ose kanë tentuar në një mënyrë apo në një tjetër të jetojnë, të themi, qoftë edhe si vizitor, e merr një lloj kuptimi që çfarë do të thotë jetosh në vend të huaj, çfarë presioni, çfarë është një presioni mirë, do thosha unë. Diamanti nga presioni bëhet diamant. Dhe pra duke qenë në atë presion, mendova që në moshën 40 njeriu fiton një konfidencë, njeriu fiton një lloj ekspertize, arrin atë suksesin e nivelit të tretë, ju e dini shumë mirë, ju të programeve, 6 nivelet e rritjes, dhe mendojnë që ke arritur, ke prekur qiellin me dorë. Edhe shumë bukur, është një konfidencë shumë e bukur në moshën 40. Shijojni kur të vijë moment. Edhe ku e dija unë, as e kisha menduar kur ndonjëherë, që në kulmin dhe eksaltimin e jetës, Zoti kishte plane tjera. Dhe ku e dija unë që më vonë të mësoja që në moshën 40 është një pikë kthese shumë e rëndësishme në jetë. Në astrologji edhe në aspektet e manualit njerëzor quajnë shpërthimi i uranit. Emrat që ne njerëzit i dëshirojmë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që në moshën 40
ne jemi gati për të hyrë në një fazë tjetër të jetës. Qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana spirituale, qoftë nga ana biologjike. Nga dhe gjitha anët, që do të thotë, është një pikë kthimi shumë i fortë. Shumica e njerëzve që vinë për suport tek ne janë zakonisht rreth asaj moshe, diku te 28 ose në radhë. Por në ato kufi janë të natyrshme, janë tani të evidentuar me statistikë. Derisa në kthyer edhe në studime dhe ndaj me ju i kam darë në prezantime çfarë ndodh në ato moshë. Pra, u shfaq papritur, siç vjen Urani, shpërthimi papritur, radikal, një jetë që unë të lidhesha me një botë të panjohur, bota e universit, bota e energjisë. Në fillim u shfaq si mjekësia energjike, do të shërosh disa sëmundje, po Arlinda, disa diskomforte fizike, emocionale, fillojnë ndryshimet hormonale, fillojnë ndryshimet në jetë, shfaqen disa sfida. Dhe derisa ti fillon thua ul kokën dhe thua atëherë çfarë nuk di kam në jetë. Edhe hyn natyrshëm në këtë botë. Dhe kështu ka ndodhur për 20 vite nëpërmjet shumë formave shërimi, programeve, trajnimeve, licencave, siç e kam thënë shumë herë. Disa erdhi një moment që natyrshëm kjo linja 6 imja donte të dilte në publik, të ndante me njerëzit gjithë këtë njohuri apo suport. Dhe kam thënë që sa të mbyllim syt, ne do jemi vazhdimisht në nevojë për të gjetur të vërtetën dhe për të shkuar një hap më lart, sepse shpirti ynë është një lëvizje përhershme, nuk ka ndalesë, është do gjithmonë të zhvillohet edhe ky zhvillim është pjesë e gjithë frekuencës universale. Ne jemi pjesë e kësaj lëvizje, kemi thënë. Dhe një ditë, nëse ta kalojmë tani në aspektin në një shembull praktik, kisha nevojë për një boost e quajun, energy boost. Kam thënë që viti 2026 për mua është shumë i prekupuar, shumë i angazhuar dhe sigurisht ne të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin dhe kisha nevojë për një në darkë, vendosa të shkoja diku për një masazh energjik. Dhe realizova që personi aty përveç masazhit bënte dhe t'i vë një emër harmonizime energjike dhe ndoshta lexonte dhe energjinë e personit, gjëra që unë jam shumë familjare. Dhe ndau shumë gjëra të vërteta nga jeta ime, gjë që unë jam gjithmonë shumë e hapur, e dini si që bëj unë me ju në klasa, për ata që kanë qenë në klasa, jam shumë e drejt për drejt. Për mua është, wow, sille këtu, sille të vinë në sipërfaqe, çdo gjë. Nuk dua të fshej asgjë, no. Jam e hapur çfarë mund të vinë më shumë në sipërfaqe, çfarë mund të vinë shumë, sepse asnjëri nuk është perfekt. Nuk ka perfekt. Ka njerëz që janë në zhvillim dhe që do të çojë në fund çfarë kam realizuar në fund të fundit, për çfarë kemi ardhur. Sa e rekomandova dhe Katie, i thash, takoj dhe ti. E Katie ka procesuar për kaj ditë, të takojmë nesër të bëjmë një integrim të gjërave. Kam gjithmonë observimet e mia për njerëz që bëjnë këtë punë, në kuptimin nuk kam as pak, nuk e lidh as pak me njeriu, e lidh me fenomenin. Jam shumë interesuar të kuptoj çfarë vërtet ndihmon në këtë botën e shërimit. Dhe
e lidh gjithmonë me atë fenomenin që them elektricist dhe arkitekt u shfaq përsëri ajo gjë, sepse në momentin që ne njerëzit zhvillojmë një aftësi, zhvillojmë një ekspertizë, mund të jetë një modalitet, mund të jetë një kapacitet ynë, një talent ynë, është e natyrshme që ne bëhemi attached të në shqip, jo të ngjitur, po është e natyrshme, nuk e kuptojmë si e bëjmë në fakt, është bëhet automatikisht. Personi që bën ka një lloj, si çdo mësues, çdo terapist, çdo ekspert në botë, krijon një lloj lidhje me atë gjë që bën. Dhe ajo lidhje është një lloj kornize. Prandaj them gjithmonë, arkitekti ka veçanti nga ekspertët e tjerë, qoftë dhe në fushën e shërimit, sepse e shikon gjën prej këtu. Ndërsa një ekspert qoftë edhe në formë dashurie, për shembull bëj këtë gjë, sjell këtë gjë, lexoj këtë gjë, dhe përfshihet aty pa qenë patjetër i vëmendshëm për efektin që lë tek tjetri, sepse bën me shumë pasion atë që bën. E bashkëlidhur Arlinda është fjalë pak sa zyrtare. No, flasim për lidhje njerëzore. Pra, është i lidhur. Dhe e sjell këtë në vëmendjen tuaj se mund t'ju qelloj dhe ju të punoni me shërues, me terapist, me psikolog, nuk ka rëndësi, çfarëdo që të jenë. E dua ta lidh me atë që po vjen e re në botën e shërimit, me kodin 51, që është pure healing, është shamanikë dhe përsërita, nuk mos i vëm prap emra. I vëm emra sepse njeriu do të flasi, do të japi emra gjës, por shumë herë emrat e kufizojnë madhësinë edhe të plotësinë që është në fakt zhvillimi dhe shërimi i njeriut. Kështu që kuptova atëre sa rëndësi ka për ne të sillim të kaluar. Sepse ndjeva që kur mbarova atë terapi, ndërsa më dilnin fenomenet të së kaluarës, të fshehura në subconscious, dilnin në sipërfaqe. Duke ndjerë në trupin tim, në veten time, edhe duke kuptuar edhe çfarë efekti ka si mësuese, si mentore, me qenë se jam vetë në këtë fush, edhe kuptoj dhe efektin që ka në ndryshimin e personit, është shumë e rëndësishme të shihet dhe çfarë rëndësi ka për të ardhmen, ose si mund të lidhet me progresin e këtij njeriu, sepse shumë herë fokusohemi metodat caktuara, lidhemi aq shumë me plagët, me fenomenet e së kaluarës, që në rastin tim, duke qenë që kam mbushur 20 vjet tani në këtë gjë dhe kam bërë të gjitha format e shërimit dhe akoma do bëj sa të mbyll syt, jo patjetër i kam të reja ato ngjarje. Në momentin që bëm, edhe sot kemi shkruar për timeline terapi, për disa nga ju eksperiencën që ka patur, ajo është një fshes me korrent, edhe duke qenë që e bëj vazhdimisht atë gjë, në sipërfaqe dalin vazhdimisht dilema dhe hije dhe pjesë të egos, pjesë të memorive të së kaluarës, pjesë të traumave, eksperiencave të vështira, gjithçka që janë pjesë e jetës. Dhe kam nxjerrë dhe një konkluzionin për pas shumë herëve. Jo patjetër është e rëndësishme që ne të rrim kaq me mikroskop të thellë historive të së kaluarës. Edhe kur lexohet energjia, në fund të fundit unë energjinë në momentin që shikoj manualin tim njerëzor,
Ajo është energjia e përhershme, se nuk po e kërkojnë mos e kam këtu, nuk e paskën. Për ju që jeni të rinj, ajo është energjia e përhershme, është pasaporta. Në gjatë ditëve ne ndryshojmë. Sot jam kështu, pas një ditë gjatë nesër rigjenerohemi. Ne jemi kuantik. Nuk rrim me njerëzit, rrim me tani peng të historive të vjetra. Ne kemi ardhur sidomos tani të kalojmë në atë që unë e quaj leadership, kurajo. Dhe pyeta veten, unë, por një tjetër si do ndihej pas kësaj lloj terapie. Sepse është e rëndësishme dhe si ta lëm pastaj njeriu pas një shërbimi. Dhe nuk po them që unë e bëj në mënyrë spektakolare, por nuk po flas për veten time. Po flas çfarë duhet. Dhe marr kurajon. Dhe besoj që të gjithë e keni lexuar emailin, dhe e lëmëruam në story, përpara se të vini në Reborn Live sot, lexoni emailin. Të kuptoni pse energjia e kurajos, e të qenurit direkt, e drejt për drejt, kërkon kurajo. Të thuash këtë, ju më gjeni mua një mentor tjetër që flet për jetën personale në formën që flasun. Kërkon kurajo. Pavarësisht që ndoshta kur dikush kur të lexon energjinë thotë ju po kur s'ke kaq kurajo, po sa mbyll sy do mësoj. Por e di, edhe jam vazhdimisht e vëmendshme dhe ndërgjegjshme që ti jem edhe të dal nga sushi roll, ju e dini efektin e sushi roll, do në jërë të bulosh kokën me organ, dhe përsëri kam 10 vjet që jam këtu live, ose kudo ku janë. Kjo kërkon kurajo. Dhe këtu muaj unë dua të gjithë ju të gjeni kurajon. Ka një arsye që mimosa është kthyer në një fenomen aty në ferm. Kërkon kurajo të jesh shumë e thjesht për jetën tënde, edhe shumë e hapur. Dhe është pikërisht kjo gjë që na duhet ne tani. Është një kodi 51, nuk dua të them fjalën kod se shumë njerëz bëjnë po flitet për kodet këtu, më mirë po iki. Jeta është një pasaport. Edhe sot kam dëgjuar në një video në ato podcastet shumë të veçanta që unë dëgjoj për një gruaj që në moshën 14 vjeçe kishte marrë një drejtim negativ, le ta quajmë, në thonjza në jetë, adoleshente, flas në Amerikë, por kudo është një lloj. I kishte hyrë, domethënë, alkoolit, dhe në një natë gjendet në një moment shumë të errët, dhe në atë moment të errët gati bën largim nga trupi fizik, le të themi vdekje klinike, dhe aty shfaqet guida e saj, patën komunikimin special që ju e dini shumë mirë, dhe ata e kthyen përsëri në këtu, në trupin e saj fizik, dhe për të 100 herë kam dëgjova dhe e tha të njëjtën gjë, si shumë të tjerë, më tregua një pasaport. Që është kontrata jone e jetës. Dhe ajo që unë dua të përqendrohem dhe s'ka të bëjë vetëm me manualin njerëzor. Manuali njerëzor është një, të themi, mënyrë e njohjes së asaj pasaporte, kontrate, libri të jetës. Ajo që më ka bërë aha është fakti që të gjitha këto histori njerëzore, këto trauma që kemi kaluar, këto ngjarje me maman, me papan, me bashkëshortin, me fëmijët, gjitha këto ngjarje, ndoshta nuk i kemi marrë më seriozisht se ç'duhet. I kemi dhënë më shumë vëmendje se ç'duhet. Unë kam kohë në fakt që them është një teatr, është një lojë, është një Hollywood story. Dhe kur ma kujtojnë të tjerë, si në rastin konkret, më kujtonin ngjarje të së kaluar dhe çfarë me kuptimi mund t'i kam vënë unë, e di që i kam vënë atë kuptim.
por nuk dua të merrem më. Nuk dua të merrem më. Duar të risjell, prandaj edhe këto proceset kuantike dhe breakthrough shumë të shpejta, i proceset që quhen breakthrough, dua ti përdor që të jetë një ai që quhet një lëvizje kuantike e jetës në të kaluarën me synimin për të marrë mësimet dhe për t'i përdorur në të ardhmen. Në mënyrë që të plotësojmë këtë kontratë, ne kemi ardhur, na thot kodi 51, se prandaj u hapën dhe quhet kodi shamanikëve, kodi priftërinjve, të gjithë janë emra, po tituj. Esenca është vetëm kjo. Ne kemi ardhur dhe vim si një shprehje dhe aspekt i Zotit në trupin fizik, për të përjetuar, dhe këtë dëgjojeni mirë, për të përjetuar shprehjen e Zotit në jetën tonë, që edhe nëpërmjet vuajtjeve, sfidave, sëmundjeve, të ndjerit vetën, të ndjerit përjashtuar, të ndjerit të mohuar, të ndjerit të turpëruar, janë 7 emocione negative, zemërim, frikë, dëshpërim, turp, faj, rebelim, zemërim i fortë. Të gjithë ne, 8 bilion njerëz, do t'i përjetojmë këto 8, 7 sa janë, emocione negative, janë të përbashkëta për gjithë njerëzit. Dhe në përjetimin e këtyre emocioneve, ne të gjejmë një, le ta quajmë shpëtim, një zgjidhje, dhe rikujtohemi që duke kujtuar lidhjen tonë me Zotin, që ne vim nga Zoti. Këto mund ta bëjmë në meditim, këto mund ta bëjmë në forma të ndryshme, nuk ka rëndësi emrat apo format, dhe si e bëjmë. Kemi një sëmundje fizike, na detyron të futemi më shumë në një ushqim të shëndetshëm. Çfarë është ushqimi i shëndetshëm? Ushqim më afër natyrës. Pse quhet kodi 51 shamanikët janë shëruesit, lidhja njerëzit që lidhen me universin, njerëzit që lidhen me natyrën, njerëzit që lidhen me vdekjen e egos, sepse na rikujtojnë që ne jemi një qenie shumë e lartë, hyjnore. Edhe vim në një vend ku përjetohet polaritet, drita dhe errësira. Në mënyrë që në këtë polaritet ne të rikujtojmë dhe të kujtohemi që ne kemi çdo gjë në dorë, çdo fuqi në dorë. Para se të vija këtu, mora disa nga kopshti, rozmarin. Edhe sa herë futesh tani në Instagram, ku nuk e sheh rozmarinën. Po luajn kokën, po e pin, po e hedhin në supë, po e hedhin në gjellë, çfarë po nuk po i bëhet rozmarinës. Po kështu dhe bimët të tjera. Pra, po rikthehemi te natyra. Dhe këta janë shamanikët, shumë nga ju thonë që janë shamanik. Unë akoma nuk e besoj që në këtu në Ribor ka akoma që nuk e din. E keni në Google. Tani që keni dhe artificial AI, çdo gjë e gjeni. Shamanikët janë njerëzit që kanë origjinën nga Amerika e Jugut dhe që lëriten kanë lidhje me pyjet në Amazon. Janë njerëz të kështu siç ka jetuar njerëzimi shumë njëra vite më parë. Jetonte në një formë komplet ndryshe nga tani. Tani ne jemi në jetë moderne, kemi të tjera kushte, por pjesa jonë e lidhjes me jetën, me natyrën, me universin, me Zotin, është po një lloj, edhe ajo thjesht po rikthehet. Pra nëse ne kujtojmë dy gjëra, që ne kemi ardhur të gjejmë, të aksesojmë këtë fuqi hyjnore që kemi,
e para. Dhe e dyta, në këtë rrugtim që kemi ardhur, se bukur është kjo muzika, në këtë udhtim që kemi na është dhënë një detyrë të bëjmë diçka. Kemi ardhur të bëjmë diçka këtu në planet. Ne kemi marrë gjërat shumë seriozisht, më seriozisht se ç'duhet. Mendoj. Edhe shërimi duhet të jetë një pjesë që ne e bëjmë me një lloj dedikimi, prandaj unë them gjithmonë bëhet me dashuri. Nuk bëhet si halli madh. Për shembull, dikush tjetër ndoshta nga ajo seanca ku vajta unë mund të dihet çfarë ka ndodhur, asë s'ka ndodhur. Është ne në rikujtim të kur në jetën tonë mund kemi marrë vendime në sakoshencën tonë të caktuara, sepse këto vendime ne i marrim vetëm nga një kushtëzim. Duam të jemi si të tjerët. Se nëse ne kemi dhënë një vendim vetes, në atë moment kur ka ndodhur diçka në vegjëlin tonë, dhe i kemi thënë vetes që unë jam e braktisur, mua nuk më duan. Pse e merr njeriu këtë vendim? E merr sepse i duket sikur ti je braktisur krahasuar me të tjerët. Dhe kodi 51 në hijen e vet ka pikërisht këtë gjë, krahasimi. Ka agitation, që nervozohet, kollaj, prandaj quhet kodi shokimit, ka dhe krahasimin, krahasohet me të tjerët, shumë. Dhe prandaj quhet dhe vdekja e egos, se egoja krahason. Pra që fëmijë ne i vum këto, ne nuk e dim na duan apo nuk na duan, nuk e dim. Ne jemi të dashur në çdo moment. Ne i ekzistojmë duke qenë që ekzistojmë, jemi në mënyrë të natyrshme, duhemi, se prandaj jemi. Domethënë duhemi nga burimi, duhemi nga gjithë shkaja. Këto kuptime janë vënë vetëm nga fakti që ne jetojmë me njerëz. Edhe këta njerëz kanë vënë principe, morale, kuadrate. Ti je i ndershëm, ti je i pandershëm, kjo bëhet, kjo s'bëhet, ky është ligj. Pra, kur ne tani dhe prandaj duke hyrë në botën dhe epokën e individualitetit, ne do bëhemi më të pakujdesshëm për rregullat tribale. Do bëhemi më indiferent. Kjo është ajo që unë them nuk do t'i marrim seriozisht, se i kemi marrë më shumë seriozisht se ç'duhet. Ka kuptim? E si që thash dhe në fillim, janë edhe koncepte të cilat edhe mendja do pak kohë t'i kuptoj. Në një nga klasat e, meqense jemi në këtë energji, në një nga klasat e fundit në Rich Soul, një vajzë, kemi patur përjetime, meditime, aktivizime shumë të forta. Një vajzë ndau që pas meditimit ajo pa një figurë. Dhe kur më tregoi figurën, imazhin, dhe ndau në klasë, ishte i qartë që ajo figurë ishte vetja e saj e lartë. Dhe kam idenë është edhe këtu. Dhe ajo në këto muaj, nga ka qenë programin The Mentor, tani dhe në Rich Soul, ka patur një hapje shumë të madhe, jo vetëm të vetë dijes, por dhe të lidhjes me intuitën.
përveç menaxhimit të emocioneve në mënyrë të re. Dhe në atë figurë, imazh të vetëdijes së saj të lartë ishte Pleiadian, keni dëgjuar besoj. Figura që është një arketip i yjeve, starësit, i në Shqip në themi fara yjore. Është komplet term i çuditshëm. Por janë e sigurt gjithë ju këtu dhe shumë të tjerë kanë ardhur edhe nga, të themi, forma të tjera të galaksisë, nga planetet të tjerë, për të ndihmuar zhvillimin e tokës, sepse toka, ju e dini, ka qenë për një periudhë të gjatë dhe vazhdon të jetë në ndikimin e arketipit që quhet reptilian. Dhe pa u futur këtu më thellë, se kjo është një tjetër temë, por shumë e rëndësishme tani, për që ne të kuptojmë edhe origjinën tonë. Sepse jemi përsëri në maj. Kur thuhet në maj, në age, tani që kam thënë gjithmonë, jemi duke ndërtuar një rrjet të re, një formë të re, një godë të re. Asnjëri nuk e ka godën të formuar 100%. Nëse e ka, është goda e vjetër. Njeriu po krijon një godë të re, nuk varet nga ne, nuk varet nga ty, nuk varet nga mua. Krijohet pra ne quhet njeriu i ri, sepse ky njeri i ri do t'i përshtatet kësaj forme të re. Në fush. Dhe disa nuk e din fare se çfarë po ndodh, ose mund të thonë që çfarë frekuencë po flitet. Por natyrshëm dhe ata që nuk e din, natyrshëm e din që po ndryshon industria, po ndryshon ekonomia, po ndryshon institucionet, po ndryshon gjëra, po ndryshon ana sociale, mënyra si jetojmë, mënyra, edhe ata e din, por nuk e din ta shpjegojnë në lidhje me, të themi, me koshiencën, dhe s'ka nevojë nëse nuk është parcela e tyre, lëreni të jenë në parcelën e tyre. Ju punoni parcelën tuaj, unë punoj parcelën time. Kam ardhur të sjell të ris vetëdije. Dhe në këtë rritje të vetëdijes në planet, kuptoj kush janë dhe shtisat që duhen punuar në këtë rrjetën që po ndërtojmë. Njëri duke sikur mban cepin, njëri mban këtë cepin tjetër, ca mbajnë fijet, ca kanë shtizat, ca varet nga roli. Çfarë ke bërë më parë, çfarë do bësh tani, varet nga roli. Dhe në planetin Tokë ka qenë në frekuencë shumë reptilian. Studimi, kontrolli, mbajtja e njerëzve në një koshiencë të caktuar, në një parcelë të caktuar. Të gjithë ne, të gjithë 8 bilion njerëz kanë në trurin e tyre një pjesë të trurit është reptilian. Të gjithë ne. Pra ne them sa të mbyllim syt, njeriu është punë në proces. Dhe megjithatë, ata që përfaqësojnë këtë frekuencë të reptilian është tjetër gjë. Doja t'ju sillja në vëmendje vetëm që ne të gjithë kemi pjesën fight and flight, pjesën e reagimit, të frikës në tru. Është pjesë e species njerëzore. Dhe meqense planeti ishte kaluar norma apo dëndësia e species reptilian, gjërat kaluan më shumë në errësirë, kanë ardhur ato që quhen forcat speciale, vullnetarët ju, të ndihmojnë tokën edhe këtë planet të shkojë së bashku me galaktikat e tjera të rritet, të jetë në një frekuencë më të lartë. Kemi thënë me kohë, i bën ai xhaxhi këto gjëra. Ne jemi thjesht ndjeksa të lëvizjes. Dhe në këto arketipe që kanë ardhur për të ndihmuar planetin Tokë, janë disa lloje.
vajza që pa imazhin ka parë dhe është Pleiadian. Shumica e punëtorëve të dritës, të njerëzve që kanë ardhur në këtë planet, grupi më i madh është Pleiadian. Katie hyn atë grup, vajza e shumë të tjerë. Kanë edhe tipare të fytyrës, sepse çdo grup ka dhe tiparet e veta fizike. Thjesht për të dalluar, për të ditur nga çfarë grupi jemi, por jo se ka rëndësi tipare, fare. Forma fizike nuk ka si rëndësi, është thjesht për të dalluar. Ka ardhur nga ajo formë. Një got ka këtë formë, një got tjetër ka formë të mbullak, të dy goda janë, nuk është asnjëra më e mirë se tjetra. Janë thjesht dy forma të ndryshme. Luajnë role paksa të ndryshme. Dhe Pleiadian që kam iden shumë nga ju këtu janë shëruesit, janë njerëzit shumë intuitiv, janë njerëzit kanë ardhur për paqe dhe për ambientin. Njerëz që janë të interesuar për energjinë green, energjinë e gjej, për environment, të krijojnë burime të reja të ambientit në tokë. E dini, environment në shqip si i themi. Njerëz që kujdesen për ambientin. Dhe megjithatë, çdo grup edhe ata kanë ardhur për paqe, janë shumë, duan shumë njerëz të ndihen mirë, kanë edhe ata jetë veta. Bëhen pak, duke qenë se janë shumë empatik, janë pak, duan t'i shmangin emocionet, kështu që kalojnë në atë kuadratin e people pleaser, të kënaqin njerëzit, e kanë të vështirë të thonë jo, janë gjithmonë të vëmendshëm për të kënaqur njerëzit. Tani kjo, pse po e sjell këtë gjë si shembull, kjo gjë tani nuk duhet t'i japim, mendoj unë, nuk do rrim të merremi me këtë grup të jashtëzakonshëm, të nevojshëm, punëtorë të dritës, që duhen tani njerëzimit, këtë punën e people pleaser, po e marrë si shembull, nuk do ta marrim e do t'i vëmë mikroskopin edhe ai të merremi me këtë gjë dhe ta bëjmë këtë light worker kaq të fuqishëm, të ndihet kush që nga unë, se po punoj me trauma. Ma ndiqni? Ne do flasim për vlerat e tyre. Ata duhet të dinë për vlerat e tyre. Sigurisht do dinë që, okej, kjo kërkim paqe që ata vinë, edhe kjo energji empatike që kanë, edhe njerëz kaq të lehtë, kaq të bukur, sigurisht e kanë dhe këtë gjë, ja sillen në vëmendje dhe ata duhet të marrin role. Edhe këtu hyn tani kjo energji e re që po vjen 2027. Edhe i them gjithmonë, ndërsa lirojmë trauma, do marrim role drejtimi, role shërbimi, kudo ku jemi. Dhe më shumë se çdo gjë tjetër që do duhet tani në këtë energjinë e dashit që po futet, lexoni emailin që ka ardhur sot, është si mundet të hysh me kurajo, me drejtim, duke ditur që e kam këtë gjë, duke u ballafaquar me atë gjë, edhe kalon në drejtim, me guxim, me nisma, veprime të reja. Në qoftë se do flasim për, se doli dhe në seancën që bëra, do flasim për arketipin tim. Unë jam Andromeda. Arketipet janë, do me thënë, në këtë, po flasim për starësit, në këtë grup, në këtë temë, sepse kemi arketipe për gratë greke, gades, edhe aty kemi arketip tjetër, kemi folë që aty jam tepër nga Athina. S'ka rëndësi, po flasim tani për starësit. Në rastin tim, Andromeda. Ju mund shkoni në Google dhe gjeni vetë këto që po flasë unë, në kuptimin, nuk është që po flasëm për vetën, po për të kuptuar tani që ky grup, ky arketip, për shembull Andromeda ka ardhur të sjellë një inteligjencë shumë të lartë, wisdom, njohuri, teknologji, zhvillim shumë të shpejt për koshiencën. Është grupi më i vogël, janë vetëm 1 milion njerëz, thon Andromeda. Mjaft me këtë, çfarë vjen?
vjen fenomeni tjetër që Andromeda gjithmonë do ndihet si dele e zezë, do ndihet e pakuptuar, do ndihet e vetmuar. Po nuk do merremi gjithë jetën me këtë hije, se s'është më hije. Është pjesë e këtij arketipi. E kuptoni pse po ja këto shembuj? Deva të gjoj pak nga ju, se më duket është një qetësi absolute këtu, gjë që më pëlqen shumë. Por jepi një shenjë që po më kuptoni çfarë jam duke thënë. Pra, çdo njeri, çdo arketip vjen me brilancën e tij, me detyrën e shtëpisë, që e them unë gjithmonë. Unë dua të përqendrohem te detyra ime e shtëpisë, në kuptimin rolit tim. Dhe në atë seancë më tha që po çakrat e tua janë këtu dhe sipër shumë të aktivizuara. Surprizë, ka surprizë. Zemra është më hapur, 70%, një lloj mati atje. Okay? Andromedat janë kryesisht këtu e lartë. E në dimension të 12 kanë ardhur të sjellin një energji shumë të lartë. Shumë herë unë nuk kam nevojë. Edhe kush tjetër është në këtë grup, nuk ka nevojë të flasi. Unë flasë, dua të ndaj një urim. Por në momentin tjetër, i njëjti person që kishte këtë ndjeshmëri të lartë energjike, kur unë bëja duart kështu, ikte, pum, s'kishte ndjerë ndonjëherë atë efekt nga duart, sepse kjo është Andromeda. Ka ardhur të sjellë energjinë të lartë thjesht duke qenë, është këtu dhe sipër, duhet jetë në dimension. Shkon deri në dimensionin 12, kur e kam mësuar këtë thash, kjo është arsye. Mami im ikon 12, me la shenjë, ne të gjithë lëm simbole, lëm gjurmë, lëm mesazhe për njëri tjetrin. E keni dëgjuar shumë herë historinë mamas ime dhe prisja, pse nuk po ikën, pse vazhdon të vuaj, ka që ditë pa ngrënë e papir, po priste ditën të linte mesazhin. Sigurisht Andromedat në trup fizik nuk janë këtu për në trup fizik. Janë kryesisht, po të shihni njerëz të gjatë, të hollë, duke sikur janë gati për t'ikur. Edhe rikujtohen duhet jenë këtu. Edhe në momentin që ne mësojmë këto cilësi, bëhemi të ndërgjegjshëm, pranojmë kush jemi, i japim një detyrë vetes që sigurisht toksimi është gjë shumë e rëndësishme, por në fund të fundit unë dua të fokusohem te dhurata ime. Edhe kur më vjen dikush dhe më thot po dale, po çakra këtu, po çakra atje, një informacion sikur më nxjerr nga linja. Sikur më ndihmon, po më nxjerr nga linja. Prandaj secili nga ne duhet do vi dita do ta kuptoj vetë të vërtetën. Nuk do ketë shumë në të ardhmen, e them vazhdimisht, meditime në forma siç meditojmë tani, apo mentorime siç mentorojmë, no. Njerëzit do jenë shumë në tune, në vëzhgim të brendshëm dhe në sinkronizim të brendshëm me të vërtetën e tyre. Për tani dhe mendonja 20-30 vite, akoma kemi nevojë të sjellim këtë formën e re dhe kemi nevojë për njëri tjetrin. Por duaj që duke gjetur këtë të vërtetë, gradualisht ne, për veten tonë, për fëmijët tanë, duhet të fillojmë ta kuptojmë, ta bëjmë pak më rehat veten. Rreth kush jemi, kësaj detyre që kemi ardhur, pa i bërë shumë drama dhe trauma. Po t'jetë në një profil 5, i dashuron drama dhe paranoj, no, faleminderit.
pak më lehtë në kuptimin që e shohim gjën, krijojmë ekspertizë. Kur themi ekspertizë të mësojmë, sepse nëse do ju kthej tek ai procesi që them gjithmonë me 5 hapa, fillimisht është shumë më lehtë kur ne njohim veten, kur ne njohim vlerat. Edhe hija jon bëhet më lehtë për të përqafuar, për të kuptuar. Kur të flasim për hijet, e pranon, e përqafon, por nuk të merr të shkund në tokë. Sepse 5-1 këtë na kujton. Përqafoj hijen, thot, po pa u shkundur, pa futur në tokë. Qëndro rezistent, qëndro resilient. Ky është kodi 5-1. Amortizatorët e makinave Jeep. Ne jemi makina Jeep. Më tërgoni një makinë që ka amortizator të lartë, se nësë jam shumë e mirë me makinat. Makina merr amortizator të lartë, jemi pije gropa, bum, shokohemi, ngrihemi prap, let. Jo ra pak në grop dhe, oh my god, re në grop, po si që nga gropa, po që nga gropa këshu, po ditë, no. Edhe këtë po përgatisim tani. Këtu jemi. Sepse ky kod 5-1 është kodi më kryesor i 2027-s, i kësaj epoke të re. Është kapaciteti i ri. Mos mendoni që e kemi kollaj këtë gjë. Është dhe individual, do kurajo të jashtëzakonshme. Ky është kodi që po awaken njerëzit dhe i thot, ngrije kokën se ti e di që ti je i lidhur. Mos më merr me gropën, merru me këtë lartë. Në momenti që ke rënë në grop, kuptoj që aq thellë sa ke rënë, aq dhe më lart mund të ngrihesh. Prandaj edhe quhet shokim, por dhe inicim në të njëjtën kohë. Edhe ti inicion drejt zemrës e 25. Kur më thoshte bëm më shumë për të tjerët, se ishte një nga observimet energjike që lecuan në fushën time. Pse bën më shumë, do bëj sa të mbyll syt? Si e shpjegojon kodin 25? Okej, mund ta lexosh në zonë. Nuk e bëj se nuk kam dashuri për veten. E kam kaluar atë fazë. E do veten, e dua, po akoma jo kaq shumë. Po mësoj si ta dua. Sa të mbyll syt do ta mësoj, po nuk po më çudit me këtë gjë. Sa të mbyll syt do ta mësoj, kam qendrën e identitetit të hapur. Është parcel mësimi për mua. Ama në këtë parcel, mësimi më është dhënë një detyrë fort për jeto kodin 25. Dashuri e pakushtëzuar, universal love. Njërë mirë, njërë jo kaq mirë, do ta jap. Jam në forum, si jam në forum, do ta jap. Dhe do mësoj të krijoj dhe rezistencë në trupin tim. Sepse kam besimin që në momentin që Zoti më ka dhënë këtë detyrë, do më japi edhe mundësitë për ta bërë këtë detyrë. Edhe është më e nevojshme të investojmë energji, të kuptojmë kush janë detyrat tona, si mos të kalojmë në hije, se çdo kohë, çdo detyrë tona na bën të kalojmë dhe në hije. Prandaj bëhet puna me të kaluarat. Që nëse ti nuk ndihesh që të duan, çfarë veprime, çfarë mendime, çfarë sjellje po shfaq për të kompensuar këtë gjë, nëse ti nuk ndihesh në vlerë. Pilesol ka qenë një temë shumë e bukur në një komunitet në lidhje me suksesin e projektuesve. Projektuesit kanë një temë, suksesin. Dhe dikush ngrinte pyetjen dhe observimin që ndonjëherë projektuesit kanë një sukses të jashtëzakonshëm, jo shumë herë, po, domethënë kur bëhet për disa njerëz,
shumë e dukshme, një sukses në ato që thejmë unë dhe Harvardi nuk i shpjegon dot si rast të biznesi apo rast të suksesi. Por çfarë ndodh, thuaj në atë komunitet të projektuesve që shumë herë në atë moment që ka arritur suksesin del nga vetja dhe bën veprime, investime, përdorime të burimeve për të shmangur trauma, hije, mangësi, forma që nuk i ka pastruar akoma. Dhe ato burime që ka ardhur si pjesë e suksesit të një projektuesi janë duke u përdorur jo në mënyrën më të mirë, dhe këta njerëz ndjen bosh brenda, pavarësisht që mund të kenë shumë sukses dhe shumë para. Në rastet e evidentuara ishte bisedë brenda një komuniteti projektues. Dhe kanë gjetur ndonjëherë që këtë sukses mund ta realizojnë nëpërmjet apo e ndjejnë nëpërmjet formave të tjera, jo patjetër të shprehura me atë suksesin që një shoqëria, në formë të themi të parave apo në formë të një disa ndërmarrje, kanë në formë ndërmarrje, diploma, nuk ka rëndësi, në suksesin që njohim ne tani, që është shumë i kufizuar, ose është i formatuar. Dhe është provuar që kur kanë hyrë në një mënyrë jetese që është më e përshtatshme për ata, më vetvetja, ndoshta jo kaq në atë kornizën e suksesit që një shoqëria, janë ndier shumë herë më mirë. Qoftë në shëndet, qoftë në emocione, qoftë shpirtërisht. Prandaj them që të gjithë nuk e dim akoma se çfarë është koda jonë eksakte. Dhe me këtë dua që t'i japim leje vetes të marrim qartësi. Edhe e gjeja të manualin njerëzor si një busull të jashtëzakonshme, sepse merr shumë qartësi për veten dhe për jo vetveten. E kap veten shumë kollaj kur nuk je vetvetja. Kërkon një lloj vëmendje, dedikimi dhe ta kuptosh manualin, nëse do ta kuptosh vetë ose nëse të ndihmon dikë për të jep një busull brillante. Nuk e kupton dot hijen tënde apo jo vetveten tënde. Ai ta jep sipas tyre. Dhe pastaj ti fillon punon ai sa duhet për të, siç them gjithmonë, hequr barat e këqija dhe për të punuar baçën tënde. Në mënyrë që atë suksesin, se pasi punove baçën do ta shijosh me të tjerët, është hapi i tretë. Aty hyn pastaj inteligjenca emocionale, bashkëveprimi, komunikimi me botën. Në mënyrë që këtë hap të tretë ta bësh në një mënyrë që nuk është jo vetvetja, që është vetvetja e vërtetë dhe jo vetvetja. Ka shumë njerëz të suksesshëm që janë plotësisht jashtë vetes. Shihni ja ku e keni. Fermerët i pash bie vetëm për 1 orë, vetëm meqense jam në këtë profesion dhe për të parë, kuptohet, një mosa është pika e vëmendjes, dhe për të parë bashkëveprimin, kuptoj atë bashkëveprime social dhe i shikoj nga perspektiva, komplet perspektiv tjetër, nuk është thjesht që jam aty si spektatore, po shikoj. Asgjë nuk më tërheq nga biseda, nuk ka asnjë biseda aty për të tërhequr, se janë biseda për të zgjidhur apo për të diçka, janë biseda kështu për diçmërisë, të cilat nuk kanë ndonjë interes, besoj as për ju as për mua, por më intereson natyra njerëzore. Dhe në aq sa janë ulur aty e kam shumë të lehtë të kuptoj kush është në ego dhe kush nuk është. Vjen një moment që nuk shikoj dot më. Paroj 1 orë duhet të iki të dalë, nuk e shoh dot më. Edhe s'dua të ngarkoj veten me biseda. Në momentin që fillojnë polemikat,
duhet jetë mos aty t'i thonë, jeni në rregull. Ai të bëhet debat ajo që ishte atletja. Sigurisht që bëhet, po është shumë na e zgjidhshme nëse njerëzit do ishin rahat. Është dhimbje shumë e madhe të shikosh që njeriu për një gjë, këtë gjë, duhet të kalojnë në këtë lloj debate, në atë lloj fyerje, në atë lloj por ajo që është pozitive është fakti që njerëzit po shohin një model tjetër. Edhe kjo është pozitive. Dhe prandaj është një model aty që të shokoj dhe të ndryshoj këtë rrjetën. Edhe kjo në intereson asnjë gjë tjetër rreth këtyre shfaqjeve. Pra, njerëzve po paraqitet një lloj materiali i ri. Edhe ata është i ndërtuar njeriu modelon. Shikon diçka, modelon automatikisht. Pra do ndaja tjetër. E di që pjesa e arketipeve të yjeve është gjë shumë e bukur, në fakt, të dini kush është arketipi juaj, por jo patjetër i nevojshëm. Ajo që është e rëndësishme duam që të kalojmë nga reptilian. Të gjithë ne jemi këtu të aktivizojmë pjesën, frekuencën e njeriut që nuk është më e përfaqësuar nga reptilia. Edhe të gjithë ju jeni duke qenë në këtë shërbim. Faleminderit nga zemra. Ai arketip është gjithçka edhe di çfarë është më interesante. Ka shumë njerëz fuqishëm në atë arketip. Përveç faktit që kanë shumë para, janë në media, i gjenë në televizion, i gjenë në influencë, i gjenë në politikë. Dhe nuk kam asnjë gjë me ata si person. Është fenomeni. Kanë ardhur të luajnë atë rol. Dhe vetë ata janë shumë të interesuar të dinë fuqinë e mendjes. E dinë fuqinë e mendjes, por e përdorin vetëm për interesat e tyre. Për fëmijët e tyre, për rrethet e tyre, në mënyrë që të vazhdoj e njëjta frekuencë dhe të mbahet jeta në tokë, ky planet, në të njëjtën mënyrë kontrolli. Dhe janë tani të gjitha arketipet e tjera të cilët sillin rolin dhe shërbimin në rritjen e vetëdijes, në rritjen e frekuencës. Arketipet të tjera të cilët po sillin inteligjencën artificiale, të cilët janë shumë krijues, janë artistë, janë njerëz intuitiv, ka dhe shkencëtar, ka dhe planifikues, arketipet me vibrimin e lartë. Njerëz shumë empatik, janë njerëz që ndërtojnë komunitete, prandaj Pleiadian është, të themi, ushtria më e madhe e Lighthouse. Ata ndihen edhe më rehat e njëri tjetrin. Ka arketipe që kanë një rol gjithashtu të ndërtojnë dhe të sjellin zhvillim shpirtëror dhe vetëdije të lartë në planet, janë dhe shumë toksor në të njëjtën kohë. Jo patjetër jam një nga ata, por nuk dua të jem ata. Flas nga këta pozitivet, sepse kam zgjedhur këtë, dua të dua rolin tim. Nëse filloj krahasohem, dhe prandaj them kur më krahasojnë dhe kur shkojmë, të themi në këto shërbimet që përmenda, dhe filloj, sepse është një formë krahasimi, jo këtë çakra duhet ta kesh. Ndoshta kjo çakra ka për këtë çakra, për këtë rol. Dhe ndërkohë që mësojmë të mishërohemi, sigurisht mësojmë se dy gjëra ka vajtur puna. Të kuptojmë detyrën tonë kush jemi edhe të krijojmë kapacitet me frymarrje. Pra, krijojmë synimin në botën e manifestimit, ju thonë
manifestoni synimin. Se fillon nga synimi. Forma e parë është, kemi një synim. Orientojmë energjinë drejt. Dhe kryojmë trup, kryojmë gold. Për ta vënë këtu. Se nëse nuk ka gold që e mban, ato energjia i kanë hapet. Edhe këtu po punojmë me trupin. Edhe është një rikujtes shumë e mirë. Dhe prandaj veten në seanca masazhi, në seanca, se me bon Katie po nuk është mirë antarët e familjes. Durat të tjerë. Është gjithmonë mirë jashtë familjes, nëse nuk e dini këtë gjë të jenë njerëzit që suportojnë terapist, mentori jashtë familjes. Jo patjetër punon brenda familjes. Do thoshja mos tentoni. Pra, kemi nevojë për të punuar me trupin fizik, bëjmë masazhe, bëjmë harmonizim energjik vetë me frymarrjen. Këtu futet krijimi i godës. Këtu quhet formimi. Këtu sigurisht e kam shumë të nevojshme të punoj këtu, se jam këtu dhe këtu, në detyrën e shtëpisë. Edhe faleminderit Zotit për atë 52-shin që më kujton tek fuqia këtu. Prandaj në për retreat punojmë këtu, në frymarrjet ju. Të punoni këtu, të zgjeroni që të bëhet një, edhe nuk flitet vetëm për trupin fizik. Mund të jesh njëri topçe, por mund të kesh një fushë energjike të pastabilizuar. Pra, kur themi goda, nuk është vetëm trupi fizik, është goda. Aty mbajmë, duhet të mbajmë energji, duhet të mbajmë. Edhe pasi kemi futur në god, pastaj lëvizim. Se ndryshe s'ka kuri, derdhe. Ti mund ta kesh synimin, por ai ikën ku vajti, se s'ka vend. Në këtë god futesh ti, futen sistemet, futen projektet, futet gjithçka krijohet. Pse bizneset më të fuqishme krijojnë sisteme, mbajnë. Unë e shoh vetë që kur krijoj sisteme, gjërat, pra krijoj bazament. Edhe muaj prill na thërrej te ky bazament. Është energjia e katra, kërkon bazament, kërkon strukturë, ndryshe ikën, nuk të qëndron. Bëj synime sa do duash. Dhe për mua ishte një kujtes tjetër shumë e mirë që ndërsa jam shumë angazhuar, më duhet të punoj edhe për godën time. Në mënyrë që pasaj, kur e kam në god, kur e keni në god, mund t'ja u jepni të tjerëve. Ka për të gjithë mbushet goda, nuk është që ka vrima. Edhe kemi ardhur të mësojmë pikërisht këtë gjë, mbajeni mend. Kush jemi, dhe formojmë godë. Ky është shamaniku, ky është kodhi besenji. Kush jam dhe si të krijoj kapacitet, qëndrueshmëri. Në godën time, jo godën e komshisë, në godën time. Edhe pastaj bashkëveprojmë me të tjerët. Mirë, po në formimin e kësaj gode këtu është gjithë kyçi. Në formimin e kësaj gode ne kemi pengesa, kemi ardhur të përjetojmë sfida, të mësojmë se si ta krijojmë, të krijojmë bishtin, të krijojmë, dhe në këtë krijim mësojmë që nuk jemi vetëm, por jemi të ndihmuar, të udhësuar nga bota jone shpirtit, nga Zoti, jemi qenie hyjnore. Kisha pyetje që dua t'i shoh për një moment, pyetje mund të keni shkruar këtu. Pra bëjmë mjeshtra hyjnore këtu, në fundit, detyra kryesore. Kujtojmë që jemi pjesë e Zotit dhe të suportuar nga Zoti. Kur bëra pyetje që çfarë pyetje keni, çfarë mund t'jeni shokuar këtë javë, mendime, veprime, më ka ardhur pyetja e parë. Dikush kishte përjetuar me gjarprind, se kam të gjithë të shkruar nga që e mora thjesht nga story, kishte përjetuar një ballafaqim në ëndër
me gjarprin, nga i cili kishte patur fobi gjithë jetën dhe nuk kishte patur më frikë. Dhe ishte për mua, thot, një mrekulli, një inicim shumë i fuqishëm. Akoma e kam atë pamje në sy. Ky është kapaciteti. E ja vin edhe natyrshëm. Vinë ëndrat janë gjithmonë pjesa jonë e aksesimit të sa kosciencës sonë, të nevojave tona për të ndryshuar, për të shëruar. Urime liroj fobin nga gjarpri. Një tjetër thot, mora zhgënjim nga ata që i kam ndihmuar. Nuk e mora provimin e patentës. Pra ka dy gjëra. Mora zhgënjim nga ata që i kam ndihmuar. Tani, nuk e dim nëse personi është, në ratë parë do t'i thosha, i qartë për veten e vetë, për manualin e tij. Nëse, dhe kur themi mora zhgënjim, kemi ardhur të përjetojmë dhe zhgënjime. Ti i ke ndihmuar, dhe kjo është një bisedë që nuk mund të jetë këtu. Se janë gjërat paksa më komplekse. Ta kanë kërkuar atë ndihmë? Mund të kesh menduar ti që e ke ndihmuar. Ke dashur. Ta ka dashur shpirti që e ke ndihmuar. Mund të kesh, dhe po i marrë gjërat shumë si përfaqësore. Ka i digjë. Më kanë zhgënjur ata që më kanë ndihmuar. Që ti të kthesh dhe të kuptosh vërtet pse e kam ndihmuar. Po sikur ta kem ndihmuar se kam plotësuar dëshirën e shpirtit tim, sepse jam njëri që dua të ndihmoj. Dhe nga ana tjetër ke marrë mësime. I ke marrë mësimet në këtë ndodhim, në këtë fenomen, në këtë ngjarje? Mësimi nuk është që unë nuk do bëj më mirë. Se aty vem dhe njerë. Merre ngjarjen edhe shikoj me vëmendje. Çfarë ndodhi nga fillimi në fund? Çfarë ndoshta ka qenë nevoja e tjetrit që ti nuk e ke parë? Çfarë nevojat të tuat i ke anashkaluar në këtë proces kur ke bërë për të tjerët? Janë shumë fije. Nuk ka përgjigje që mund t'i jepen këtu. Ajo që është e rëndësishme është fakti që është shfaqur në jetën tënde, është e para, sa vëmendje do t'i japësh, mund të mos japësh vëmendje fare. Okej. Unë e bëj për Zotin. Mund të jetë një përgjigje shumë më shpejt. Cila pjesa jote u shgënjye? Çfarë kishe pritur? Ndoshta ti ke pritur më shumë se ç'duhet. Ndoshta është një pjesë tëndja akoma e lënduar e pashëruar, që kërkon ta marrë nga pritshmëritë e njerëzve dhe ai njeri ka ardhur të t'japi ty këtë mësim në mënyrë që herën tjetër mos ta bësh më. Pra është nga ata të dërguarit e quaj unë. Janë shumë fije që mund të futesh. Në qoftë se ka ndodhur dhe ka ndodhur këtë javë, është energji shokimi, domethënë është mësim shumë i madh për ty për të futur në gjithçka që tham deri tani. Është vërtet? Shkënjim apo është tek ty të gjesh cila pjesë imja mund të fuqizohet? Cila pjesë imja ka nevojë të iluminohet? E njëjta pyetje nga dikush tjetër dhe thot, ne jetojmë prej 40 vite në këtë shtëpi dhe një njeri me mashtrime do të na e marri. E njëjta gjë. Edhe ty të duket sikur po të merr fuqinë, ai tjetri po të merr. Është një ngjarje shumë e vështirë, shumë emocionale kur njerëzit i bëjnë këto gjëra, të gjithëve na ndodhin dhe na ka ndodhur, të gjithëve. Asnjë nuk është i përjashtuar. Je duke përjetuar zemërim, puno me zemërimin. Shije pak dhe nga ana spirituale.
ndoshta jo ti, ndoshta paraarsit e tu, mund të kenë bërë të njëjtin veprim tek të tjerët dhe ti je duke liruar karmën e tyre. Dhe në momentin që ti liron këtë gjë për tërë linjën e familjes, rrugët do të hapen. Ke zgjedhur ti, disa njerëz janë ata që kanë ardhur të thyejnë kontratat që përsëriten. Kontratat e mësimit të familjes janë shumë fije në një. Rëndësin ka të marrësh veten brapsh, fuqinë të ndë dhe sa më me neutralitet e shohim, me gjithë je zëmëruar, merë thyë një gotë, shfaqe zëmërimin. Merë një çekiç, thyë një gurë, nxirre zëmërimin, ose mba brenda, që të shprekur shpirti e drejta. Dhe pasi ke thyer gurin, fillo bëj këtë procesin tjetër. Më shfaqet në ëndër, një pyetje tjetër, më shfaqet në ëndër ish bashkëshorti, nuk po kuptoj mesazhin që më përcjell. Kush do ta di përveç teje? Më kënaq në mirë me këto pyetjet. Çfarë lidhje ke ti me atë njeri? Shënoj. Çfarë karakteristika ka ai njeri? Shënoj, sepse është duke, nëse nuk ka lidhje, mund të mos ketë lidhje me bashkëshortin tënd direkt, por mund të ketë lidhje me fenomenin, me karakteristikat, me çfarë përfaqëson ai për ty, çfarë gjëje është për të kompletuar. Dikush tjetër thot kontrolli. Vetëm një fjalë ka thënë. Çfarë është shfaqur kontrolli? Kontrolli nga ty apo kontrolli nga tjetri? Realiteti është që kodi 51 është shumë kontrollues. Është shumë kontrollues. Dhe mund të shfaqet ose ti je kontrolluese, ose është frekuencë çdo gjë, ose ai tjetri. Mund të jetë shumë, mund të shfaqet situata që dikush është shumë kontrollues për ty. Se tham, 51 është shumë, i keni parë juve në story dhe në feed që i postojmë çdo ditë. Në nivelin e hijes do të jetë krahasues, do të jetë i pari, do të konkuroj, do të bëj garë, do të kontrolloj. Janë shumë tipare që vinë me këtë arketip. Dhe ajo që na duhet dhe që është e rëndësishme, përveç çfarë thamë deri tani, është kurajo, iniciativa. Kjo energji, sidomos në këtë muaj tani, është shumë e lidhur me çfarë na motivon në jetë. Çfarë është ajo që na jep ne shumë kurajo në jetë, dhe secili ka kodet e veta. Dhe çdo muaj në Lighthouse unë sjell një formul apo kodeks apo matrix apo një lidhje të cilat kode përfaqësojnë këtë kurajo dhe që ju ta gjeni në manualin tuaj. Dhe të premte në ora 7 në Lighthouse kemi pikërisht këtë temë. Edhe është interesante që njerëzit thonë kurajo mund të jetë e lidhur me motivime të jashtme, apo një nga kodet e kurajos sime është 36. Është kaos emocional që hap rrugën drejt dëmshurisë. Dëmshuria është energjia më e lartë e dashurisë. Edhe ai më thoshte të jep shumë dashuri, ose është zemra më shumë se ç'duhet. Ndërkohë që unë këtej pusqesha dhe thoshe, e dija që unë e kam në plagën dhe në kodin e kurajos, dëmshuria. Dhe dëmshuria, këto janë virtyte që janë virtytet, kemi thënë, të Krishtit, të Zotit, dhe nuk do të thotë që jemi as Krishti as Zoti, por na rikujton, me jep fuqi, me jep iniciim. Kur kuptoj humaniteti, dhe nuk duhet kaloj në agresivitet, sepse kuptoj humanitetin. Kjo më jep kurajo,
është një nga pjesët e modelit tim të kurajës. Pra ne them që ne njerëzit jemi aq kompleks, aq dhe shumë të veçantë, unik. Është shumë e vështirë që një tjetër të t'japi formula. Sa do brillant jetë një terapist. Nuk e di them se si i bëjnë. Për shembull, rastësisht më doli sot në një live, nuk di sepse e dëgjova, një psikologe i kishte bërë pyetjen, dikush i thoshte që nuk them dot jo, si t'ja bëj. Kuptoj dhe psikologja nuk dinte çfarë thoshte. So, trajnoj njeriu në live, si të them jo? Por tentonte. A thash, kisha kuriozitet, si mund ta këshillosh dikë të ndryshoj që nuk thot dot jo? A dhe 100 fije të pleksura që fillojnë të lirohen nga pak kur ti shikon një nga një. Çfarë mekanisme të fshehura janë brenda teje, të cilat të bëjnë ty të mos kesh kurajo të thuash jo. Mund të jesh një tjetër Pleiadian, që sa po thamë, starësit. Por në qoftë se ti punon dhe ti kush është vlera jote, brilanca jote, kjo lirohet më kollaj. Se sa kuptohet do punosh me atë gjë, do t'i shohësh ato hije. Por kur ti merr, dhe këtu jemi në këtë energjinë e 2027-s, kur ti kupton kush është fuqia jote dhe krijon goldën, është shumë herë më shpejt se sa them jo apo nuk them jo. Për shembull, e marr si shembull. Okej. Faleminderit shumë ju që jeni regjistruar në retreatin tek Epi Rodonit, është plotësisht i rezervuar dhe mund të hapim dhe një dhomë, na kanë premtuar që resorti mund të hapi dhe një dhomë. Nëse keni akoma në mendje, na shkruani në mesazh, t'ju kemi në listë për këtë dhomën që presim, na shkruani në mesazh. Nuk mund t'ju them me saktësi, bile ju premtoj në zemra, nuk duhet mentor t'ju thot me saktësi se çfarë zhvillohet në një program apo në një retreat. Por ti dhe kam thënë që është gjithashtu një kod tjetër i shërimit atë javë i aktivizuar, dhe synimi gjithmonë është që ju të paktën kur takohemi fizikisht të ndërtoni godën dhe fuqinë e brendshme. Të merrni fuqi, se qartësinë e bëjmë edhe në Zoom, e bëjmë edhe online. Por të mbushim trupin me oksigjen, të mësojmë ushtrime somatike, kemi mundësi të lirojmë trupin nga emocionet e fshehura në trup. Këto bëhen shumë herë më lehtë fizikisht. Të ham ushqim spektakolar, të mësojmë dhe tërkojmë sinjalet e trupi ynë që jemi të sigur duke qenë në një komunitet njerëzish që janë si ty. Sepse gjithë dilema e shërimit është nuk ndihemi të sigurt. Kur ne nuk ndihemi të sigurt, sistemi nervor është jashtë balancit. Dhe një nga qëllimet e retreatit është edhe të jemi me njëri tjetrin në grupe njerëzish që janë me këtë frekuencë, me këtë vetëdije. Eksperiencat e njëri tjetrit lartësojnë njëri tjetrin. Sigurisht do meditojmë, por jo vetëm. Sigurisht do merrni gjithmonë manualin njerëzor dhe kodin dhe do keni një përqasje aty, por është më tepër është fizike. Dhe jam shumë entuziaste sepse unë duke qenë dhe Andromeda dhe duke patur dhe disa kode shumë të ndryshimit, në manualin njerëzor dua gjëra të reja dhe jemi në resort të ri. Në 22 shtator jemi në Drimadhe, në rast se nuk e kemi thënë, 22 shtator do jemi në Drimadhe për një javë retreat që bëjmë. Dhe megjithatë këtë herë jemi në vend tjetër dhe unë jam shumë e lumtur kur i ndryshoj dhe jam në ambiente të reja. Sepse këtë gjë bëjmë disa arketipa të caktuar. Ka pyetje të tjera? Di që do jetë një gjë spektakolare, ndjej që ky retreat do jetë një nga ata.
Mara, po kërkon shumë kuraj për të thënë të vërtetën. Kemi ishtur shumë ka momenti flasim të vërtetën. Yes, shumë me vërtet, Mara. Dhe nuk është kollaj. Mikina, nuk është e lehtë të thuash të vërtetën, sidomos kur ke vendosur. Ajo moza është brillante. E kam njohur dhe e di të është brillante. Kur thot disa gjëra më shkojnë drejt në shpirt, sikur më lexon shpirtin kur tha një ditë me atë natyrshmërinë e saj dhe butësinë e saj. Hej, tha, suksesi është një traumë vete. Të përballosh suksesin është një rol tjetër në jetë. Pse? E nuk e di nëse ai tjetri e kuptoi apo jo, ai kishte fjalën që njerëzit do të shohin në një mënyrë të caktuar, do të vënë një kuadrat të caktuar, do kenë disa pritshmëri aty, do harrojnë që ti je njëri, sikurse dhe ata, me të gjitha polaritetet e tua. Ti je thjesht njëri që ka ardhur me një lloj energjie, aftësie, ndoshta dhe ekspertize, edhe ke një detyrshpije të krijosh këto lloj hapësirash edhe këto lloj shërbimesh, punë, je në punë, është roli yt. Por je gjithashtu njëri dhe është shumë e lehtë që suksesi në koshiencën tënde dhe në koshiencën e të tjerëve të bëhet një tjetër dinamik e pashëndetshme. E shumë gjëra tjera që dhe po pres për orën, se doli që e shkruajta edhe në story, nuk e kam bërë video, e para nuk kam pasur mundësi kohë, e dyta ka lindur në 25 dhjetor dhe jo në qershor dhe më duhet ora eksakte, por po afrohet aty ku e prisja tek projektor. Por ka dhe në një orar caktuar është edhe generatore. Është shumë e dukshme që është projektor në gjitha aspektet, nëse keni vënë re me vëmendje. Nëse keni, por një projektor që më do është profil 6, e cila ka marrë kohën dhe prandaj është kaq e stabilizuar tani, sepse dhe kur them stabilizuar edhe në drejtim të egos, sepse është 60 vjeçe në linjën 6. Okay. Yes, në të qiltër pa kufizime, dhe ndërsa është synim shumë i bukur, Arlinda. Çfarë tham? Synimi është vetëm synim, por nuk u krijua kapaciteti për ta mbajtur atë synim, ai bie. Janë 3 gjëra që duhet të ndodhen. Faleminderit, Jonita, faleminderit, edhe unë të dua shumë. Alba, faleminderit që i vlerësoni. Dua të dini që jam shumë e ndërgjegjshme që të flas sa më thjesht. Nuk është e lehtë të flasësh thjesht për këto koncepte. Dhe në klasë është më ndryshe, ju në klasë e dini, klasat e fundit gjithmonë kanë qenë fenomenale, por klasat e fundit në Rich Soul kanë qenë ato mesazhe që i keni parë sot në post, bisedat që bëhen aty. Unë mendoj që janë pak vende në botë që ndodhin ato lloj biseda dhe ajo lloj edhe hapje dhe vajzat janë të jashtëzakonshme, të hapura, të mençura, krijohet një energji ku njerëzit dashurojnë të thellën, dashurojnë të vërtetën dhe mësojnë shumë. Era që nga këtu nuk e kisha imagjinuar ka shumë ndryshimin tek vetja më para se sa era që je tani. Absolutisht era, dhe unë manite nga ndryshimi juaj. 124.000 punëtor të drejtës, yes. Mjedisin, mjedisin, e keni fjallën për kur thash mjedisin, jo ambientin. Yes. Janë shumë të dhëntas mjedisit. Mund ta bëjmë, doni ta bëjmë mirë, po duhet jetë në Zoom. Arketipet Stardust, që të jemi në Zoom, që ti kemi prezentime, ndoshta mund ta bëjmë muajin tjetër të Lighthouse-it në klasën tjetër, muajin
energjia numrit 5, grupet, ndoshta ju mund t'i gjeni edhe në internet, po ajo që ndodh në klasa është që i diskutojmë, bëjmë qartësi, shkojmë në mendimin e thellë. Okay. Atëherë, nuk ka pyetje. Elvana thot, jam vjerë shumë shpesh, kështu më shojnë të çuditshme. Dhe të gjithë, le të themi, arketipet e yjeve jashtë tokës janë të çuditshëm për njerëzit. Kjo është një karakteristike për bashkët. Çfarë ka më tutje, ka rëndësi të kuptojmë pakës më tutje. Për shembull, Keti është Plejadja, unë jam Andromeda. Kemi dhe paksa role, dhe nuk është puna vetëm të role, po kuptojmë edhe diferencat tona. Dhe ajo që na bën ne shumë të fuqishëm kur kuptojmë diferencat tona, është i japim vetes leje të jemi kjo që jemi, dhe japim vetes tjetrit të jetë ai që është. Nuk ka krahasime, nuk ka dilema, ka më shumë mirë kuptim, sidomos brenda familjes. Sot lexoj për bashkëshortin tim në kuptimin, është ky grup apo është ky grup, edhe ka kuptim, make sense. Pra, na bën më të dhëmshur, sepse ky kodi 36 imi që për ato rrotulloj gjithë lavatriçja ime miele, është që të na bëjnë më të qartë për ne si humans dhe të hapi energjinë e dëmshurisë. Dhe ndërsa lexoj tani, se dua të kuptoj shumë dhe për jetën e gjatë, jetësinë, më kujton Keti vazhdimisht, që është një temë që unë duhet të angazhohem më shumë në të ardhmen. Dhe në një video flitej që ishin studiuar njerëz jetonin 120 vite. Dhe çfarë ishte përbashkët për ata, ishte studiuar, njerëz jetonin thjesht. Njerëz jetonin me zemër. Dhe çfarë ishte për shembull jetesa me zemër, se janë futur shumë edhe klishera në këtë fushë, jetesa me zemër, hapni zemrën. Ishte që ajo grua e vjetër, që 20 vjeçe, shërbente familjes, ndihe shumë në vlerë, nga njerëzit, nga niprit, nga besat, dhe më mban shumë thoshte ky dedikim, kjo dashuri për këta njerëz. Ka nevojë ndonjëherë të bëhemi të gjithë shkencëtar. Ja, u ishte shumë e shëndetshme dhe shumë e vitale në jetë gjatë. Një tjetër thoshte sepse bëj si e thoshte, zemra e heshtur, fjala. Bëj një jetë me zemër të heshtur. Çfarë është zemra e heshtur? Në qetësinë e vet, jetonte në një zonë, ishte diku në Japoni, jetëson pa shumë fjalë, punonte tokën, në qetësinë e vet, nuk ka nevojë të meditoj se gjithë dita ishte një meditim. Pra, është shumë rehat në çdo veprim, pa stresin, pa ngarkesat, pa sukseset. Domethënë, të gjitha këto raste na japin të kuptojmë që janë shumë të rëndësishme për një jetë gjatë. Edhe ja ku jemi ndërtojmë programe, edhe një nga gjërat, për të mbyll me këtë, grupi reptilian, të fuqishmit reptilian, një gjëra që bëjmë është eksagjerimi i bukurisë. Eksagjerimi i bukurisë. Japin formës fizike, është formë e ndikimit reptilian. Japin formës fizike më shumë rëndësi, në mënyrë që të tjerët të ndihen më pak. Japin luksit më shumë rëndësi, në mënyrë që të tjerët të ndihen gjithmonë më pak, të ndihen më pa vlerë. Njeriu të jetë gjithmonë në kërkim të vlerës, duke u ndjerë i pa vlerë. Është një nga format reptiliane.
të ndikimit. Prandaj them gjithmonë, është shumë e rëndësishme dhe e shoh që jeta më largon më shumë e më shumë nga vendet e luksit, nga vendet e dua luksin, e dua bukurinë, e dua të shërbej, kam thënë natyrës, por e dalloj eksagerimin. Dhe sidomos kur di këtë që di, mund të duken super mirë nga jashtë, por jo patjetër nga brenda. Dhe në fund të fundit e bëjmë për të mbajtur masën në kontroll. Dhe prandaj ju të gjithë pëlqeni mosën të fermerët. Natën e mirë, shihemi të premte në ora 7 për ju që doni të jeni në Lighthouse, për ju që doni jeni më shumë të interesuar dhe doni të përjetoni procesin me Pesapa. Procesi Reborn është ai. Unë nuk flas shumë për këto gjëra për shërbime, se i keni të gjitha tek linku, tek profili lart. Ose na bëni mesazhe në privat, dua që makina me rrotat aktive, po të lumt Mary, po ka një emër ato. Dhe na shkruani në mesazh, dhe nëse keni një synim për procesin Reborn, bëjmë një bisedë bashkë në WhatsApp për të kuptuar nevojat tuaja dhe për të përshtatur më mirë atë që ju përshtatet ju. Natën e mirë.